Pra, kjo nuk mund të them se është një dhuratë për Edi Ramën, sepse ky është një simbol i mençurisë, i diturisë dhe i vendimit, jo në shekuj, por në mijëvjeçar. Dhe vendosa ta sjell këtu, para mediave dhe para publikut shqiptar, se çfarë varfrie dhe shkretëtie kulturore ka njeriu që e citon, që e quan Sali Berishën çdo ditë me emrin e simbolit më të arrirë të dijes, mençurisë dhe vendimit të Greqisë së lashtë, të Romës së lashtë. Athina dhe Minerva, dy perëndeshat e njohura, njëra e grekëve, perëndesh e mençurisë, e diturisë, dhe Minerva e romakëve, e njëjtë, të dyja ato nuk zgjodhen asnjë shpend tjetër si simbol të fuqisë tyre mendore, por zgjodhen pikërisht Bufin, që u bë një personazh i dashur për të gjithë njerëzit e civilizuar. Dhe Edi Rama mendon se mund të më fyej mua duke më quajtur buf. Ignoranza non est argumentum, thot latini. Ignoranca nuk është argument. Me kaq e mbyllim këtë pjesë të... Merë, ma shifeni mirë.